Rej Manaj pa diskutim ishte heroi kombëtares shqiptare në Serbi. Sulmuesi lushnjar shënoi një gol fantastik në minutat shtesë të pjesës së parë duke i dhënë 3 pikët ekipit tonë. Manaj festoi me simbolin e shqiponjës duke bërë që festa të shpërthente në kampin Kuqezi dhe të pushtonte heshtje në stadiumin Dupoçica në Leskovac, një gol i cili pa diskutim ka çliruar sulmuesin i cili pas humbjes së penalltisë në qershor ndaj Serbisë ishte kritikuar shumë. Tashmë për të ka vetëm elozhe dhe legjenda e kombëtares shqiptare. Sokol Kushta ka një mesazh për të. Në një postim në rrjetet sociale shkruan se Manaj me atë gol na jep mundësinë të luftojmë shumë për një kualifikim në Kupën e Botës, ndërsa ka postuar momentin kur Manaj feston me simbolin e shqiponjës, me kushtën që shkruan se kjo foto vlen më shumë se 1000 fjalë. Bravo Rej Manaj për atë gol historik që shënove mbrëm. Kjo foto vlen më shumë se 1000 fjalë. Urimet më të mira kombëtares son për këtë ndeshje dinjitoze dhe kjo tregon që janë të gjitha mundësitë që ne të jemi në Kupën e Botës. Suksese për ndeshjen me Anglinë, ka shkruar Sokol Kushta.